Me afrimin e stinës së verës dhe rritjen e rrezikut të zjarreve në pyje dhe sipërfaqeve të gjelbërta, institucionet përkatëse kanë filluar përgatitjet për përballimin e situatave emergjente. Objektivi kryesor është zvogëlimi i dëmeve, përgatitja e qytetarëve dhe bashkëpunimi efikas me strukturave shtetërore dhe komunitetit. Bazuar në përvojat e viteve të kaluara dhe problematikat e shfaqura gjatë stinëve pranverë-verë, masa do të përfshijnë hartimin e planeve të ndërhyrjes nga stacionet zjarrfikse, rritjen e ndërgjegjësimit publik për rreziqet që sjellin zjarret, forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional në rast emergjencash, përfshirjen aktive të qytetarëve në mbrojtjen e pyjeve dhe hapësirave të gjelbërta, kontrollin e mirëmbajtjen e pajisjeve dhe mjeteve të ndërhyrjes. Në një intervistë për kamerën e televizionit Apollon, shefi i shërbimit zjarrfikës së Bashkisë Lushnjë, zoti Xhezmin Metushi, foli mbi planin e masave të hartuara në këtë sezon vere. Ai theksoi rëndësinë e përgatitjes së forcave zjarrfikse, disponueshmërinë e mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme, si dhe gatishmërinë e personelit për të ndërhyrë me efikasitet në rast të zjarresh. Zoti Metushi u shpreh gjithashtu për domosdoshmërinë e sensibilizimit të qytetarëve që të shmangin ndezjen e zjarreve të pakontrolluara dhe të njoftojnë menjëherë shërbimet përkatëse në çdo rast të dyshimit. Zjarret nuk janë vetëm një rrezik për mjedisin, por edhe për jetën dhe pasurinë e qytetarëve. Prandaj parandalimi, reagimi i shpejtë dhe bashkëpunimi janë element kyç në përballimin me sukses të emergjencave verore. Në kuadër të përgatitjeve që neve zhvillojmë të përvitshme, që zhvillojmë si institucion, neve në vazhdimsi, për gjatë gjithë periudhës, kemi zhvilluar her mas here kontrolle për parandalimin e zjarreve, qoftë në ambientet të hapura, qoftë edhe në ambientet mbyllura. Në këtë kuadër gjithashtu, neve kemi marrë një sër masash, kemi hartuar dhe planet veçanta masash me institucionet të tjera ndihmëse, qoftë me policinë e shtetit, qoftë me KMC-n, qoftë me drejtorinë rajonale të mbrojtjes së pyjeve, për minimizimin sadopak të zjarreve në periudhën e nxehtë të verës. Gjithashtu, një bashkëveprim dhe një bashkërëndim të punëve neve kemi bërë që nga strukturat bazë në fshatra që janë kryeplejësia e fshatrave, drejtorët e njësive administrative e të gjithë inspektorët e zonave për të bërë të mundur parandalimin e zjarreve në këtë periudhë. Nga eksperjenca që neve kemi pasur, duke mësuar nga eksperjencat e kaluara, kemi hartuar dhe plane konkrete për si vit që ta përballojmë sa më mirë këtë situatë të nxehtë të verës. Gjithashtu, kemi marrë një sër masash për vënien në gatishmëri të atyre mjeteve që kemi. Neve operojmë në terren me 2200 litra ujë me 2 mjete. Nuk themi se janë të mjaftueshme, por në rast se këto do jenë gjithmonë në eficiencë, që neve jemi munduar t'i vendosim në eficiencë, duke i bërë riparimet e nevojshme, duke i shërbyer mjeteve her mas here, pothuaj çdo ditë, mjetet i kemi në gatishmëri të plot për të përballuar çdo situatë që mund na paraqitet gjatë periudhës së nxehtë të verës. Ju vini pikërisht nga 2 takime radhasi në lidhje me emergjencat civile në sezonin e verës. Cili ishte thelbi kryesor i këtyre takimeve? Neve kemi zhvilluar takime edhe në rang qarku, na ka mbledhur prefekti, gjithashtu në datën 11 ne ishim edhe në takim me ministrin e punëve të brendshme, zotin Hasanaj, ku janë trajtuar me përparësi të gjitha problemet e bashkëpunimit për përballimin e situatave. Gjithashtu u vu theksi në takimin që patëm me ministrin, bashkëpunimi ndër rajonal i shërbimeve zjarrfikse, sepse çdo bashki apo çdo stacion zjarrfikës nuk mund të përballojë dot i vetëm një situatë, domethënë se zjarri. Prandaj neve kemi një bashkëpunim korrekt në këtë drejtim. Cili do të ishte mesazhi juaj me QSI sa keni nisur ditët e para të sezonit veror? Mesazhi im është që të bëj thirrje të gjithë fermerëve, sidomos në këtë periudhë, sepse është periudha e korrjeve, e të grurit, që të mos ndezin zjarre, të mos ndezin zjarre afër jo vend banimeve që jo, nuk diskutohet, po edhe afër pronave, sepse dëmtojnë pronat.